Do filloj me një lutje të shkurt që me një mënyrë të jemi bashkë në këtë seminar. Të kemi një prezentim të bashkësisë. Me një mënyrë të dorëzohemi Shpirtit Shajt që ajtë në udhëheq edhe të shohim se cila është ajo forca e Shpirtit Shajt kur Shpirti Shajt e udhëheq grupin. O Zot, faleminderit për këtë takim, faleminderit për secilin prej pjesëmarrësve. Shohë Shpirtin tënd në ne, të jemi të lirë, të hapim zemrat, ta pranojmë fjalën tënde, ta kuptojmë njëri tjetrin, të reflektojmë mbi atë çka ti na mëson, ta pasurojmë shpirtin tonë, edhe pastaj ta shpërndajmë dashurinë tënde te të tjerë. Në për Krishtin Zotin tonë. Atëherë unë desha në fillim, ndoshta mirë kishte më qenë të shkurtimisht secili për vetin në ta tregon në Vianin edhe çka ka shtyr me ardhmë seminar, çka është ajo që ose çka pret në seminar. Se si kanë vënë. Njoftohemi mes vetes se seminaret e kanë kuptimin e bashkësisë. Nuk është seminare klasike të shkencës ose të ligjëratave, por ne si bashkësi në seminare e krijojmë një trup i cili pastaj ka efektin e vet. Unë jam i lidhi, jam inxhinier në veprimtarisë, mirë me aspektin e organizimit, me menaxhim. Punoj në universitet edhe njëkohësisht jam aktiv në kish, sa unë. Unë jam në Unë, jam student shkollëlajsme, edhe nëse është dëshira në vullnetin e Zotit, më ndihmë më bëj më shtarë. Gjeni, unë jam këtu se për shkollë sa e në kohë zonë nga si shënërë. Më e plini, më jonë nëse kam dëshirë dhe kam qëtë në apë, nëse të të dhjë dhe të tjerë, pas një falë ose të kusha. Unë jam tjetër dhe paliokoj dhe profesor Markilion, këta në prej fëmijë të kuptoshë, që shto jam në grupin e bashkësisë këtu e kasë. Është domande, në asistencë religjioze. Директор, он профессор дизайна графика, семинар решных миров, депрессия, шесть, который суегонор. Dalë Berishaj, programer, kam ardhur në gjithë me përgëzim nëse më një afro ma shumë Krishtë. Në pensi të inxhinieri jam, kam dëshirë më inkuadru në që seminare dhe nuk të regu. Unë jam Boshke Kalukaj, pensionere. Kam këtu se kam etje për Krishtin, për Shpirtin Shajt, kam nevojë për refreskim shpirtëror. Unë jam Adelina Palushi, me profesion jam politikologe, gjithashtu edhe katekiste në familjen e Prishtinës, punoj si koordinatore në Radimarinë e Kosovës. Ishte veç pak në këtyre të seminarit, dhe të thotë na në Kosovë kemi përvojë në seminare, por me qenë se ka pasur ndryshime në pjesëmarrjen e seminareve, atëherë kemi nevojë edhe për si të thonë bashkësi, edhe kemi nevojë për me pas forca të reja, angazhime të reja që ta vazhdojmë këtë traditë që ka qenë edhe ndoshta është rrasi 40 vjet. Po ajo çka është me rëndësi që dëshirojmë të cek është çka është roli i seminarit, çka është domethënë qëllimi i seminarit. Qëllimi i seminarit është që në kish quhet ungjillizimi i ri,
Ajo do me thonë që është një ungjillizim jashtë asaj që kisha tërë kohën ungjillizon, por është ungjillizim i cili është i lidhur me kohën e sotme. Do me thonë, ne jemi të vetëdijshëm se koha e sotme është koha e teknologjisë, është koha e informatave, ka ndryshime të mëdha në botë, e të marrë parasysh Koncilin e dytë të Vatikanit dhe gjitha ato rezultate që i ka pru Koncili, kisha e shetë të arsyeshme që ungjillizimi të jetë në një dimension edhe matutje, do me thonë i zhvilluar edhe matutje që vetë roli i kishës cilën e kalon Krishti me pasunu, jo me ndryshu, jo me bona dhe ndryshim diçka ndryshe, po me bona një kvalitet, një cilësi, si do me thonë bashkësim trashtikas edhe për bashkësim rregulltarëve dhe motrave dhe laikëve. Pra, këto seminaret e përkrahin këtë ungjillizim të ri. Pse? Mas shumë të pse ju jepet mundësia, do me thonë pjesëmarrësve dhe laikëve me reflektu, me marrë pjesë, por edhe ata vetë në qenë pjesëmarrës në sot atë shka kisha me vite, do me thonë 2000 ma shumë vjetë e ka propagu edhe e ka zhvillu. Por sot nuk i kemi mo, si me thonë, laikun jashtë pasiv, në atë ungjillizimi i ri në kupton laikun aktiv. Edhe këtu seminaret i shprehi për shkak se seminaret të bazuar pikë pare në aspektin shpirtëror. Do me thonë në atë ndjesinë e brendshme të njerëzit në transformimin që e bën njeriu përmes kthimit të shpirtëror. Ky transformim për ata që e kanë përjetuar është i qartë edhe do me thonë është në seminarin por në seminarin vinë edhe ata që nështë se kanë atë përjetua transformim edhe në seminarin zakonisht që mundet me nga të tregu edhe basadet ose pjesëmarrësit tjerë zakonisht seminarin përjetohet shpirti i saj. Pse mu për shkak se saj harmonia që krijohet në bashkësi. Unë e para se me fillu me ligjërat e kësot i kemi dy temat cilat kemi përzgjedh, po kisha dashur me thonë pak me fillu me një lutje, e cila është pjesa përbërëse e seminarit. Mundemi pak me, nëse keni ndonjë pyetje, pse tashmë në seminarin nuk është seminar klasik, qysh i marrim seminaret në shkencë ose seminaret në ndonjë lami tjetër. Por është seminar i lutjes, është seminar i takimit, me kënd takomi. Takomi me shpirtin e saj, takomi me Krishtin, takomi me atë frymëzimin që na jep Zoti. Edhe kjo, për këtë arsye, seminari ka efektin të takimit. Dhe zakonisht, kur jemi që zvashë dhe me thonë në lutje, edhe e përjetojmë. Por nuk duhet të krijojmë iluzione, se ai përjetim do të me qenë mas pare në zemër, se cili që përshka nesër të flasim atje. Atëre, lutjet basadet dje e ka shpjegu, lutjet mundet me qenë, do me thonë, nuk janë shablan, mundet me qenë, si me thonë, forma nështë mënyrat të ndryshme, por kryesisht lutja krishtere është lutja që drejtohet Krishtit, do me thonë, Krishtit nuk kuptohet shajtës të rini, edhe është lutje drejt për drejt, personale me Krishtin. Kjo është dallimi në mes lutjes krishtere dhe lutjeve meditative budiste për shembull, ose edhe religioneve tjera. Tu ne besojmë fjalën e Krishtit që thotë ku janë dy të bashkuar në emrin tim, jam me dhonë. Kështu që të kemi karikën kështë dhe Krishtit. Por ta mos kemi shumë ase, që me thonë, fjallë për fjallë. Edhe du një pak edhe nesër kur flasim për shembull, edhe sot edhe kur kemi kësi takime, duam të shoqërojmë Zotin pak më ndryshe. Jo ta presim Zotin ta kuptojmë mënyrën tonë. Është gabim kur na tentojmë në ditë si Zoti ka më shprehë mënyrën tonë, na që shohim gjanë. Zoti nuk mund të kërkosh me
afru disi, mundemi me gjithë disa gjana që mund me na afru të, po jo edhe ta spjegoj. Pra, kisha fillu me lutje edhe ta kemi pra edhe njerë për kërësaris, lutje është elementi qëndror i seminarit. Në këtë lutje krishtere, cilë na nevojmë drejt për drejt me Krishtin, na, të më thonë, mundemi më relaksu, më mbyllë sy, trupin më më drejt, kush mundet të shtarë dhe më si të dani, nuk ka ndë njëri. Me rëndësi është ta lirojmë, të më thonë, të lirojmë prej mendimeve. Sa ma shumë që mundemi, mos të ngarkojmë vetën me mendime tjera, po të talojnë hapësirën që Zotin me qenë në jetë. Kjo është e herë parë se dhe ne të talojnë. Se shpesh në lutje do me thonë në angacmon forcat e qia, në angacmon do me thonë egoja, kështu me rëmë. Po mas pari, nëse dojnë mu lutë, atëre mundë me mbyllë sy, dikush mundë do me thonë edhe në shta mos me mbyllë, për s'kush me rëndësi o koncentrimi. E dyta shka na duhet të tentojmë, s'paku të tentojmë në lutje është që na jemi të vetishëm se Zoti është këtu. Nuk është Zoti dikon tjetër. Na duhet të shohim Zotin këtu. Me synin e zemrës, me synin e shpirtisë. Në dhëmë, kjo është qaj besimi që i kërkohet dhe më thani në fe. Besimi në fe nuk është besim vizual, është besim i mrashëm, që unë besoj e nesër të diskutojmë qysh unë e moj me përjetu Zotin. Se sot e kemi temën tjetër, por na duhet të besojmë se Zotin është tu. E treta, në lutjen krishtere, na i drejtohemi Krishtit. Na nuk presim, për shembull, vetëm meditim pa fjalë, ose meditim kuptimin transcendental pa qatë kontakt. Mos e keq kuptoni kontaktin e vjen veç Zotit, keni me pa, veç Zotit e vjen kontaktin. Po jo me ndonjë imagjinat. Kontakti është edhe kur relaksohesh. Kontakti është edhe kur e një mirë vetë. Edhe i drejtohemi pra. Atëre, unë po filloj me këto tri si lloj sugjerime edhe një lutje të shkurt për bojnë para se ta prezentoj temën. Jezus, faleminderit që je këtu me ne. Faleminderit që na mëson dhe të kanë thirrë mësues. Dhe të vazhdon të na mëson. Pranoj Zot lutjen tonë. Pranoj këtë angazhim e këtë seminar për hir të dashurisë tënde dhe me qëllim që gjitha shpirtat tonë të pasurohen e të jenë më të mirë kur të rrinë seminar. Mos të harrojmë, Zoti vjen në qetësi. Zoti vjen të shpirti i cili është i sinqert. Prandaj, se dikush ka ndonjë pengesë, mundeni shlirë një alon Krishtit që t'ju pastroj. Sepse Zoti ju pret. Në momentin kur jeni sinqert ndaj Tij, ai vjen edhe i takon. Jezus, pas nesër vjen shatë, me gëzime pjesën në time, falës shpirtit tim. Të lutem u dhe shpirt, tutje, edhe që këto tema tona dhe diskutime,
Gjuhërisht. Mirë. Po vazhdojmë në temën, nuk deshta shumë me zvarë me lutje. Efekti lutjes do t'jetë spontan, këni ndoshta për të relaxohemi mundemi edhe me ri. Unë sot do në thonë kom temën rinia mes krizës së besimit dhe rikëtrirjes shpirtërore, besoj që të shihet, slajdet të shihen, a jeni në rregull? Strukturën e temës e kom definu në 4 pjesë, do të thotë zhvillimi i human i personit në moshën rinore, që do të shohim se nuk kom dasht me fillu me aspektin e ndikimeve shpirtërore të njeriu pa e ditë se si zhvillohet personi i ri. Pastaj të shohim se si ndikon oferta e shoqërisë. Shoqëria çka i ofron një personi në zhvillim, edhe qysh ajo ndikon në aspektin shpirtëror, ose në aspektin edhe fizik. E treta që të diskutoj është thirrja e brendshme. Do të reflektojmë nëse nuk ka thirrje të brendshme, nëse për shembull është vetëm një imagjinatë, ose është vetëm diçka që na nuk besojmë, atëherë s'ka efekt. Nuk ka efekt për shpirtëria. Por na duhet ta gjejmë zgjidhjen a është apo s'është, na duhet të reflektojmë në atë aspekt. Dhe nëse ka, atëherë na duhet me bosh apo hubim. Na duhet me drejtë edhe nëse na nuk e përjetojmë shpirtin shka jemi të hu. Dhe në fund rikëtrirjen shpirtërore të rinjve si diçka vepruse, jo do me thonë si teorike. Zhvillimi human në moshën rinore, unë këtu e kom sublimu këtë ku përmbledh në një slajd me tri faza, do me thonë faza e parë është fëmiria e para pubertetit, që ka shumë ndikim në zhvillimin e personit. Dhe këtu i kom dy vizatime të vogla, i kom qitë njënin e kom si pozitiv, tjetrin e kom pak si negativ. Fëmia e ka trurin volumtus, ta kemë parasysh, fëmia veç mbledh informata, ai është në zhvillim maksimal kur është fëmijë. Por kapacitetin nuk e ka zhvilluar trunit, edhe shpesh bën gabime në vlerësim, në analizën që e bën, ai shpesh bën gabime. Se e kom thënë këtu që rindet tash në këtë rast, duhet me qenë frujtues ndaj fëmijës, duhet me ia zbulu talentet, duhet me pa, për shembull, çka ai i pengon se çka ka, do të thonë, mirat e tina me ia zhvillu edhe me tërkohën me konfrontues ndaj tij. Vana tjetër, këtu e kom qitë teknologji, shpesh rind i edukojnë fëmijët të ja dhënë telefonin herët, të i dhënë teknologji shumë, të mos u kujdes për to. Gjitha këto ndikojnë në zhvillimin e fëmijës, pra ma vonë edhe një të rinjë. E dyta shka është karakteristikët e fëmijët para pubertetit është se ata janë shumë lojal ndaj mësuesit edhe ndaj prindëve. Do të thotë fëmijët në këtë moshë janë shumë të përgatitur për me u eduku. Ata janë shumë të vëmendshëm, do të thotë kanë që shumë me punu me ta. E këtu e kom bo librin, por edhe kom bo një person që është, do me thonë si i pa disponum është fëmija. Kur është fëmija i pa disponum, nëse s'kam punu prind me to, nëse shoqëria s'ka punu me to, nëse është lënë vetë vetës më zhvillu. Po këtu duhet shumë e pas parasysh kontaktin që zhvillohet personi. Por me tjetër e treta, fëmijët në këtë moshë janë shumë entuziastë. Dhe ata është mas shumë të zhvillohen nëse edukohen përmes lojës. Dhe janë sinqert dhe naiv, çka edhe Krishti na thotë, mos i largoni fëmijët prej meje. Pra janë dinamik, por edhe njëkohësisht janë shumë dikshëm, se çaj naiviteti duhet me pas parasysh mos me keq përdor dikush. Në pubertet tash kemi ndryshime të jashtëzakonshme dhe këtu kemi krejt një personalitet i cili diametralisht ndryshon me fëmijës. Është truri prapë është edhe matutje në zhvillim, por është i pahaf për mi vrojtru gjëra. është një sens që secili prind me ditë, secili njeri duhet me ditë
është një eksperiment që e ku bërë në ankimin e misjen, ata të regoj për me pasqyru se truri i trive, u vërtet nuk i kupta gjë, ata kanë thënë e kanë marrë një orkestër me të rinj të shkollave të mesme, moshën rinore, edhe e kanë parasit një të i ra instrumentave. Edhe që të kur palide, pa kur farë kuptimi se në këtë kohë truni zhvillohet, e është e vetishëm për vetën, për zhvillimeve, por ende nuk i percepton gjitha gjanat në një të kjo. Kjo është shumë e rëndësi ku të kemi të bajnë edhe me zhvillimin shpirtëror. Pra kemi një vazhdimsi zhvillimit, por edhe kemi këtë lëshantjeve të më thonë, na duhet të punojme sa më shumë me ata. Ma i keqë është që mund klasën e 5, 6 tash, deri në shkollën e mesme, veç fillon me ra aktivitetin ndaj fëmijëve. Pse? Prindtojnë hajtë që më të mdhej, mu i merion vetë, nështu sa tojnë, e pas kanë shështin e vetë, se do të ashojnë se kjo e dyta, o shumë dikuse. Fëmijët në këtë mosh janë të lidhur me shëshnin, dhe me thënë janë me bashkëmoshatar, të ata identifikohen me bashkëmoshatar, dhe kanë konflikt me të rritërit. E kanë një lloj konflikti, për shembull, mu vetë në ka ndodhë që une moment sa tu ka marrë për prindër, të më kohë në qatë mosh. Edhe shpesh njerëzve i ndodhë shase, se shëshnia ka thonë, du me shku kënena, edhe me një mënyrë. Ajo është qa efekti që është natyral, nuk ka diçka keqe aty. Nga ana tjetër, është një detalj që fëmia në moshën e pubertetit fillon më rrit, do me thonë fillon me një rrit trupi dhe fillon me besu me vete ma shumë u ka vetja. Por njëkohësisht mungesa e përvojës edhe mungesa e vendimarrjes, cilën ja jep shoqënia, ato e frustron. Për këtë arsye mundeni me pa fëmijët në shkollë të mesme që janë të rekun, që do me thonë presin pyetje të kujt ose për shkak nuk i besojnë shoqënisë se kështu më radh. Kur kalon, do me thonë, i riu në moshë, kur kjo është pjesa, kur kalon në moshën e të rriturve të hershme, që dikun shkon mas 25 vjetëve, kur kryet puberteti, truni është zhvillu maksimalisht. Dhe kjo është një dimenzion që unë tash se kom ditë, e kom ligju për një profesori Andrew Huberman, që është në Stanford, i cili merret me këtë punë, edhe ai thotë truni me 25 vjetë betonohet. Betonohet. Çka do të thotë betonohet? Deri 25 vjetë truni është gjendje në stop me absorbu informata të reja pa problem. Nga absorbu një intuitive. Pa ndonjë ngarkesë. Po dikur mas 25 vjetë plasticiteti do mësohet edhe tash ndryshe do të më mësu. Do me thonë tash nuk mëson mo si përpara. Tash do të ndryshe. Për këtë kemi teorinë e edukimit që është adult learning, që është mësimi të rriturve që bazohet në këtë princip. Pra kjo është shumë e rëndësi edhe për shkak aspektit shpirtëror. Mirë, po këtu kemi edhe përvojat e para edhe pjekurit graduale. Shumë me rëndësi se e këshirni në moshën e deri kur 18-20, kur e kry shkollën e mesme, deri kur 24-25-26, është një krizë e identitetit. Pse? Se krizën e identitetit fëmia është i rritun, e ka arrit një lloj pjekurie, po ende s'ka përvojë. Ende do me thënë nuk ka reflektu në ato zgjarat rreth jetës, edhe s'ka mjete financiare, s'ka fitim për vetë, edhe është një krizë identiteti. Kjo është shumë e rëndësi se kur spunohet me fëmijë, kur spunohet me studenta, kur spunohet me njerëz të tjerë, ata që ato kriza duhet me përballu vetë. Edhe këtu vjen në shprehje këtë kjo shka nga flasim. Dhe kjo është mosha më e mirë për me formu principe edhe kriterë. Kjo është mosha më e mirë ku duhet për me thonë me shpjegu fëmijës se ti je në zhvillim, mos u lart që se ki ka vëdi një bende, ose se ki do të një profesion e përvoja e gare tash, se ki një profesion që duhet se do të vjen edhe profesioni, do të vjen edhe gjitha vlerat, por një pasën, dush me bo themeli, se me themelin e bom, ti atëre kemi bo gjitha. Po me themelin e do, atëre, të më thonë, është pak problem, e kjo tash vjen të kjo dytë se zhvillimi
që kemi problem shumë, edhe fatkeqësisht me thonë jeta, kjo bota nuk reflekton këtu edhe është shumë pasive krediti. Pra, çka kemi sot në ofertë? Kemi një ngacmim të shqisa. Më thotë, sot kemi ngacmim të shqisa, sot krejt orientohet ka shqisa. Jo zhvillim të shqisave, po kemi ngacmim të shqisave. Pra, për shkak të shkencës, për shkak të materializimit të fortë, gjithçka shpjegohet vetëm me shkencë. Edhe tu shpjegu gjithçka me shkencë, ona shpirtnore lihet anësh. Edhe kemi inferioritet shpirtnor. Edhe kjo është shumë normal, unë nisë familjes time. Unë që shumë i po folë fëmijëve të mi, që një ditë ma ka bo bëllë, shumë ma ke folë. Mas një të ditë më ka thonë, që më saro, keti kena marrë në. Edhe tash sobe për vjen kjo moshra e pjekurisë, tash ato që ju ka në nëmë, tash ato për vjen si kapital. Edhe kjo përpasi, se ti menan që për ju folë shumë, ti menan që në është ata për agru, por jo, ma mirë me ju folë se mos për folë. Ma mirë është edhe kjo për mësusin dhe. Pra, që inferioritetit shpirtnor është të shpërndon këtë botën, edhe shihet shumë ofër neve shihet. Shihet se njerëz nuk e kanë një mas pojtë të dhe një përvujtëri për të të. Nëse s'keni përvujtëri, këta të keni, nuk jeni në atë serën e Zotit. Pa përvujtëri, njerëz mundet me përpër. Nga tjetër, politika qeverise janë totalisht kundër, do me thonë, zhvillimit të personalitetit në aspektin shqiptar. Krejt që ka funksionon në politika qeverise ka të bëjë me aspektin material, ka të bëjë aspektin interesat, po jo në aspektin e lerare. Pra në këtë rast kemi si rezultat. S'kemi më përkrahje dhe kemi neglijim të zhvillimit shpirtëror. Na kemi neglijim të zhvillimit, për shembull kur kemi autor të ndryshëm të cilët shkruajnë keq, për shembull, ndaj kishës, ndaj vlerave shpirtërore, në përgjithësi, folin keq, mundohen me ateizëm dhe shpjeguesanë, atëherë dikush kush i shtin ato gjëra në sistem, domethënë në ligjin e kështu, atëherë ajo veç shka krijon një mosbekravje. E kemi një problem të madh relativizmi, që sot në kishën katolike shumë theksohet relativizmi, që në kupton sjellja e shoqërisë ndaj vlerave si diçka që nuk ka ndonjë aspekt të përgjithshëm, nuk ka ndonjë aspekt të një niveli më të madh ose një materializmi. Pra, na si njerëz shndrohemi në makina. Na shndrohemi në makina. Neve na vlerësojnë si makina. Derisa na vlerësojnë si makina, kupet kësaj personaliteti. Pra, nuk kemi bëjme me një vlerë absolute që është Zoti. Zoti është që dikon anash, sepse se shohim. Do të reflektojmë që në mujtë në po. Dhe kemi shumë mungesë të një të shqipit shpirituar. Nëse përcjell në emisionet e YouTube-it, aty ku ka një të shqip shpirituar, aty do të gjeni njerëz që kanë bërë shumë me podcaste, do të gjeni domethënë prifta ose motra ose laik, që kanë bërë shumë në grupe bashkësi e kështu me radhë. Utilizimi i teknologjisë hiç po foli. Këto e sheni për fëmijëve, këto ditën është telefon, lujna, s'din munal, s'po foli hiç, kjo është vetë të shku në tam të trupit. Është të shku definitivisht, edhe ju nështë ju teknologët e dini shumë ma mirë, tash kemi edhe probleme me fëmijë, me zhvillimin e fëmijëve për shkak teknologjisë, veç ka nis probleme të izolimit. Pra fëmija, për shkak se për i vozlisë ka teknologji, ai fillon mu izolu, edhe ka problem pasane me jetu pasat teknologji. Por ma e keqa, dhe ma keqa të është ekstremizmi që krijuat. Një person i cili është zhvilluar në drejtim materialist, pa e pa vlerën për shpirtërisë, pa e pa vlerën e moralit, pa e pa vlerat etike, pa i ditë ato sepse është makinë, ai pastaj shkon në ekstrem. Ai është shumë let i manipulueshëm edhe shkon në ekstrem. Por kemi ekstremin ngryksi, hedonizëm, fundamentalizëm, edhe që ta këto e gulfatin shpirtin. Suma sumare me dini përgjithsi, vështirësia e besimit
dhe shkutja nga Zoti. Kjo është rezultati i, do me thonë, që mund me pa të rinia, shumë shtire ki dikon me thonë, që se kemi vlera tjera, është shtirë me thonë, shtirë. Zoti është të shka absurd, në shumicën tash, ju mundeni me do mendim një dyshë. Thirrja shpirtërore është e gujuar. Njeriu është qenje shpirtërore, por është edhe fizik. Ta kemi parasysh. Njeriu është material, ne jemi gjithë material, por ne jemi një primare qenje shpirtërore. Në antropologjia dini shko, antropologjia krishtere nuk e shpjegon njeriu vetëm në aspektin e jetës në tokë. Antropologjia krishtere shpjegon njeriu edhe në aspektin e jetës pas, do me thonë, vdekjes. E kjo është shumë e rëndësishme. Njeriu është i urritur për ushqim shpirtëror. Edhe ai preson që fiton shumë pare, edhe ai e bën që ato për me mujt një ditë mull, edhe me një vetër, aha, sta kombo pare edhe për një vetër një. Edhe, a është ai në dimension shpirtëror, asë është pohia, por ai e kërkon qetësinë e nashme. Do me thonë, njeriu don më ushqym, edhe Krishti për thotë ushqeni me trupin tim, ajo është ushqimi shpirtëror, është diçka që nështë ma tepër nesër dhe të diskutojmë. Tjetër, na kemi njohën me dashurinë universale, gjatë jetës toksore kemi zbetë. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se na e kalojmë jetën për vëzhlis deri besni e kështu me radhë, po pak reflektojme, kjo është roli seminarit. Me reflektu për dashurinë, do me thonë universale, që to që i përmeni sot në mesh. Dhe këtë rast kemi mangësi të akumulura shpirtërore, mangësia e dijes, kemi mangësi për dije i Zotin, kemi mangësi, munges të kujdesit, do me thonë, na nuk jetojmë me Zotin, do me thonë shumica, është në palet me jetu me Zotin, po dhe të tush me koni përcaktu, po ta shtojnë ato tema, por munges është, se shësnia nuk meret me ta. Dhe pastaj kemi ato të funit, që ta përjetojmë Zotin nëse jemi në kontakt me të. Dhe kjo e rezultat me një inferioritet dhe dashuri shpinore, që është vetë Zotin, si pasojë edhe thanëve që i përmenda ma herë. Gana tjetër ne tentojmë kalibërtirja shpirtërore, pra rinia, nëse rinia për shembull reflektare dhe nëse zhvillohet një shnosh, ai sigurisht do të reflektoj, do të synoj kalibërtirja shpirtërore, edhe do ta gjejë për ti në shpirtërore, që tash do të kysh në pak në diçka që po ndodh, në disa vende po ndodh, edhe një të përcjell, po me vërtet po ndodh dhe këto e kom thonë ma herët e kemi diskutu grup lutjeve, kemi diskutu kohë në vitet e 90-ta, që ajo po ndodh sot, tash ju të rreshta. Mas pari kemi ftesën universale për vërtit, që është vlerë historike. Gjatë tonë historisë në për këtë kultura, nëse do një përëndimore, që të nisim për Gregëra dhe Romakve, deri të lindore që janë, për shumë Konfuç, që gjithë flasin për vlera, edhe gjithë flasin për vlera shpirtërore, nuk po i tash në cëllën aspekt. Por ato e pojnë gjithmonë nërsume, gjithmonë është ditë që një njeri, i urtë, në çfarë do kulture, a i ka qenë i piedestal. Po marrë parasysh që profetit ka mra. Ata i ka mra për shkak nëse flasim për besnitën e vjetër. I ka mra për shkak të anës keqe të njeriu. Por respektin ku e kanë? E kanë në Bibël. Pse e ka respektin? Se çajo vlera më e madhe e historisë. Por paradoksalisht, kur nuk kanë hyrë në edukim. Përveç që kemi për shembull religionit nështë që kanë edukim feje, por edukimi në aspektin shpirtëror, s'po thonë në aspektin religios, nuk është lidh edukimi tradicional me aspektin e edukimit shpirtëror, nuk ka. Do të thonë sepse kemi orientuar botën në aspekt shkencor material. Edhe kjo është ajo që unë mendoj se po ndodh sot. Edhe po ndodh me shumë arsye. Për shembull sot dhe keni në Amerikë një revolucion, sidomos po thonë Gen Z, po kthehet shumë, sidomos kishën katolike, ndoshta është
që po ditë ashtu mund me vojë gjithë shka me kompjutera, në shka propaganda, po mund po më të që sash. Edhe asyja do me thonë, njësë që ngo për gjanat e materiale. Kur gjanat materiale s'ka me kry njerit, me aknoshat zemrën edhe me pru në atë nivelin e qëtësisë. Nuk vjen ona materiale, nuk vjen se është shumë thjesht, është rregull shumë e thjesht. Ona materiale kërkon me u plotësu ton kohën. E nuk mundet të jetë sa në nuk plotësu ton kohën. Sa në shkojnë val në jetë. Valet e në më të gata, më të shkurta. Këtë valet është edhe që organizoj jetën, so është me rëndësi. Ona materiale është e lidhën me shkak pasoj, edhe ajo nuk mundet me kon ideale. Po ma i keq që është se qa njeri që menon me onë materiale, a se jep vetën, se zhvillon vetën në atë aspektin pozitiv. Pra këtu kemi shpirtat të lënduar nga materiale dhe të zbras në dashurin minore. Shumë kemi, shumë tepër përsheni mundin me pa qdo të. E kjo pastaj e ndikon atë person që ai të kërkoj në zgjidhjen, të kërkoj edhe të mbushet me shpirtin e saj. Do të thaj momenti kur thom aha, në shkencë se përdorim çet moment aha. Se zbulova në sensi do të thonë Greqinë e jetër, kur ka thonë, do të thonë e ka zbulu atë vëllimin. Do të thonë edhe na kur kthehemi ka Zoti, me një mënyrë atëre e thëmë aha, që kjo kura, ajo vërtet. Kjo është ajo që unë se kom ditë. Kjo është ajo që se kom përjetu. Kjo është ajo që ka mungu. Edhe, pra po thonë, se shumë është me rëndësi këtë që këtu tash me thonë, edhe shumë me rëndësi për kishën. Se feja tradicionale gradualisht, avënson me vedije. E Zotë e vedije. Zotë e vedije universale. Të me thënë është lidhja me Zotë. Edhe këtu më dhe që kisha ka rolin e vetë ishtë të tosh shumë i miron asi. Pra kemi një lloj evolucioni shpirtor, cili na mujnë me përkra, ose mujnë mos me përkra, por këtu tash kërkohet lartësia. Nuk mund është me individ mujnë me bo një kontribut, po individ me bashkësi vinë në shprej matutje. Zdu me folë për këtë temë, inteligencë artificiale do të me qenë temë në veçantit, se në dikush do të mu kyç për juve, e ta bëjmë në debat, por kjo është në një rrezik, në një oportunitet. A do të shfrytëzojmë varet për asaj qysh orientohemi. Si manifestohet për shpirtëria? E kini paqe me drejtën, e kini paqe me të afërmin, e kini paqe me retinën. Do me thonë një qaqi që jenë, do me thonë në paqe me gjithë. Vërna tjetër, çdo zhvillim shpirtëror është harmoni materiale. Pse? Se kur je shpirt në shti zhvillum, ti nuk lidhesh për pasuni, po lidhesh për Zotin. Edhe çfarë do pasuni, edhe maj pasuni botës, që është i lidhën shpirtnisht, ajo është i qetë. Për ai maj varfën i botës, si ajo plaka që i ka vëllë, është shpirtnisht i qetë. Pra, primarja se Krishti thënë, kërkoni mbretëritë qëllore, e gjitha tjera do t'ju japën basë asaj, të më thonë si shpërblim. Kjo është filozofi, kjo është për shpirtëri e mrekullueshme, kur ti në veti jenë gjende, me pas qatë qëtësi, qatë balans, që ti nuk reagojnë dhe sajnëve material. Po kjo është diçka pak që e diskutojnë edhe matuti. Në këtë rast, shumë është ma letë me maj familje, shumë je ma i fort me ndihmu familje, edhe shumë je ma i qëndrushëm ndaj atyne çrregullimeve. Mirë po, kjo është edhe luftë. Do me thonë nëse dikush donë mu orientu, duhet me pastu vetë. Kjo është problem. Edhe shumë veta që e largu për shumë për grupit ju të mundet me që e lidhën edhe me këta. Se së konë gjendje në shta vazhdimisht me u ballafaqu me vetë vetër. Momenti kur vendosësh me shku shpirtnisht të Zotit, dush me ti që dush vetën me
mësu, me bu një përveçtari, si me thonë kështu, i jetës përdeshme. Edhe pa tjetër dush me pas frymëzim pa ndërprerje. E ta ashtu është problemi, për shembull pse nëse për shembull dikush kthehet edhe ka një frymëzim të caktuar në një kohë, e pastaj pasivizohet e hup në një. Do të thotë, shpirti është i lidhur me neve. Mund të nesër më shumë të diskutu, në kuptimin se shpirti jonë është te Zoti, është shpirti me Zotin i lidhur direkt. Cila mirë se tim se më konë, por qaj frymëzim duhet më zhvillu pa ndërprer, e këtë tash një shpek i lutje. Dhe pa lutje nuk ka e ka të sene tjera, pa në tjetë të në kaq pota me të temën, nështë mundën e nëse kemi të një pyetje me diskutu. Po të më është për të një edhe mendoj që shoqënia ka më orientu në një drejtim caktuar, definitivisht, por shumë ka më varë, a ka me pas parasysh personalitetin. Apo një pyetje, kjo është veç për ty, por që ka të ndoni të zhjetë. Në qëtë se kemi pasë pjesëmarrja në mesë, popullatës në përgjithësi, e trinë në Zandi, që 35-40 vjetë që shishtë të nështë, ka me të shifër në kryrë, në kanë karierë dërë kishtë 50 milion, 1.500 shqiptarë, 1.500 ka shkonë kishtë. Ka shpërdite ma ona e përsin e ka shkuptëra. Në anën tjetër, e shohim se është në fakt balansi kur shire të krejt i lobi se Afrika Latine edhe Amerika Latine edhe Afrika në një farforën për kompenzën këtë numërin e njerëzve që silën kishtë. Kjo përveç faktit se që e materialit që të do në thëmë një qenje materialet në vëse që të të parë. Ka dhe faktor tjetër, për shambë si ka mësi që baba e ka qenë pa shkollë, po unë se në konsideru kur të pa vishën, edhe pëse në këmë kry shkollë. Në anë tjetër, general të atrash, një dhe të tjerë, ata gjithon kanë konsideru pa vishën, edhe pa kry shkollë. Ti i së du, qka ka ndohë këtu, që kuptim i tyne, që të morë është lidhë me ata që ka ajnë e dërë. Ka kur një të taku që lidhët në islamat që ndrush në shësni. Prej ka në kjo fatësi, njona në tjetë që kjo që na koha që ata kalujnë me ne është shumë në pak, krasu me koha që kalujnë në rrugë, kalujnë në shkollë, kalujnë në teknologi. Ka në faktor tjetër, që ka harë kjo punë që ti mos më ditë me komuniku. E në të vërtet gjithmonë këtu prendet fajsonë kurfmi. Një farformi kena liru prej përgjithësis që ka në ose që ka shësnina në këtë pikë. Nëse kemi liru, në thëmë, ata një kemi shëtu, ata e në prapë që klopën të vetë. Po mendoj se nuk është punë gjykime, as prinde, as fëmijëve. Unë nështë është dukë që ma shumë ka prinde ka në qurë. Këtë që pëtu shte është ai efekti që e kena paka shumë jetim se për shpirtëria nuk trashëgohë. Edhe vetë
karakteri I këtyre seminareve, edhe bashkësive tutjes, edhe grupeve debatit të tillë, pa marrë parasysh në cilën kanë vështrim metodologji bohën, e ka me pru qatë momentin, edhe të qata persona cilët, do më thonë, për shpiti nuk e kanë gjithë. Për shambull, unë e vëni që takë me të shmintime. Unë e të vetë 25 vjetë, në konë këtë një. Kërë valëzëri për e të një. Nuk kom ditë që ka dhe shka tjetër. Kom ditë veç që të me shëtitë, me shëtitë dhe veç me shëtitë. Veç I thesha babës, I qesha dherën për shkollës, kërë shku në Fransë. A e ma vëtë kasim. Shkollë në rëstiva dhe. Qështë këtë orientimin e kom pas, për se s'kom ditë, nuk kom ditë kryshën. E qyshin e kom pas shumë tutë, në të dalmasit, në anës. A e ma një blenë disa libra. Edhe ma dhe ata libra të I lezu, edhe një srandit e ta që të I patojnë dutë me thonë, se të pak në shtaj këmë përmen indirekt. Nona me kom pas me plët ashtë. Nona jam në konë shumë njeri najerë, si njeri rritën o konë najerë. Edhe s'ka ditë me urejt kërkanë. Une e kom për nonës dashtë, une nuk me me urejt kërkanë. S'me me urejt asë që ta ma të shqit kuptimin si njerës me urejt. Normal që shqitë të shqit e kanë jetën e letë, për s'me me urejt, e kom për nonës. Edhe shka ndohë. Kër nisi me lezu që ta libra, paralel me ta libra që ko psikologji, kjo ko zhvillimi personit, si zhvillimi jetës, shumë libra të mirë, edhe sot I kanë kemi për ty në Shqip, është Dale Carnegie, është shumë libra të mirë. Paralel me që ata libra e kom pas dhe shumë, ata lexojshin spiritualizma. Ata lexojshin për dimenzione tjera për cilë, si tante që da 7 dimenzione tjera. Edhe një detalj për këtë që më kam një mush zoti shumë. Kur kom lexu diçka, kur se s'kom menu me kryte tjetër kut, po kom menu me kryte anë. Edhe më ka një mush shumë që gradualisht me fillu mi reflektu sanat, edhe me një moment I kom thonë, I kom thonë vetës, po që ato nona që ta ka do, që ata është një feminist, që ajo është vlera ma mojë. Që ajo vlera, tjera s'vynë, tjera jënë sekundare. Edhe kjo ma ndajt mund ka një shumë. Edhe një ditë vendosi e thonë, që unë për që ko lezu dhe budismë shumë stane, dhe Koranën e ko lezu dhe regjisht. Edhe I thonë vetë, që unë e kom fin tomë, se na shkoqim për pashë, shkoqim për shnela në kishë, shkoqim regullisht, lesim kona se pasë. Në 30 vjetë në pasë. Edhe I thamë një moment leftës punët, po shkojnë kishë, po shkojnë meshë, edhe që vanë dita ndryshon ora. Edhe për vija të dera më shejnë e kutë, që të zëtë. Kër ma nejtë qyri orën për e shtira një të pacadir, ma nejtë një të tisë. Pra da që në të shmëtu. Shka është e ju tash me rasi me reflektu? Unë vetëm me përgjithë në gjithë gjënë, pytjen që e bani. Gjyshi janë nuk e ka pas as një ditë shkollë, po është një për njerëzve më të meqëm që e ka njohë njëtën temë. Dhe ka njeri I lutjes, ka njeri që e ka dashtë familjen dhe ka ditë me kultivu vlerat e familjes të krejti ma, edhe resteti ka që njerëz sa kanë shumë dhejti, jo vetëm prej nesh, po edhe prej krejt njerëzve që ata e ka një. Po, si shoqni, kemi qenë për shkak se po mundohemi me ju përshtat vendeve, sidomos aty në Europione, edhe po na pëlqen. Që ka vam brejt, sidomos me përdojën temën katekizëm me fëmi, mundohen me bo fëmi perfekt, e në realitet janë ka dështoj. Unë e shoh me një orë të katekizmit, në cilat familje flitet për Krishtin, në cilat familje luten, edhe në cilat familje kur nuk din as përshust. Zoti as të lemo ma tepër. Ka fëmi për shembull që është I angazhuar në 7-8 kurse, fëmi I klasës 4-5. Mundohen me bo perfekt vetëm për shkak që prindi fëmis tjetër, është të e dërgu në kurs të gjermanishtë, është të e dërgu në kurs të teknologjisë, në kurset të ndryshme dhe kërkoj me bo fëmi perfekt pa arrit me njohëri që fëmija veti ka edhe me zhvillua të ku a I ka pikat ma të forta e jo mundu me bo fëmi
të mirë gjitha fushat edhe me dështu. Zakonisht, kur i pys për lutje, ka shumë prej fëmijëve që më thojnë nëse thojnë për të shtëpia. Do më thonë, as shenjën e kryqit, e as aty ynë nuk e bëjnë shumë. Unë si e vogël, kam ditë me bo shenjën e kryqit, kam ditë me thonë aty ynë, e si 4 vjeqare kam ditë me lutë dhe rozaren vetë. Si kam ditë mistere, po të pak të në rozaren, komplet kam ditë me thonë. Prind janë ka tentojnë mi po fëmijët perfekt, po në anën tjetër janë ka dështojnë. Edhe shumë pak janë të punu. Na është ta për shkak se ma herët, më po flasë për i përvojës temë, nana jam nuk ka punu. Dhe krejtitë nuk kanë të shtëpia, babi ka punu, nana është marrë me neve. Sot punon edhe nana edhe baba, që është shumë mirë, se cili duhet me qenë i pavarë. Unë se kisha parë me du jetën temë e pa punu. Po, në anën tjetër po i kushtojnë shumë pak po fëmis. Edhe që ka pojnë mas punës, po e angazhojnë kurset ndryshme edhe si kushtojnë as pak po fëmisve. Kështu që në momentin që fëmija nuk ka kohë me u marrë prindi me ta, a i dikën tjetër nuk ka me të gjuhë. As mu si katekiste, e as shoqnin, as për kanë tjetër. Kështu që janë vetë prind që me një anjë ka i lojnë fëmijët me ju dojnë për i dorës. Unë e sa në të rëbirë pak me temën që përëve se teksoj problemet të shumë të dimensionale, për problemi i pasë që do të pejtë familje, kërë për të qesë. Vijë gjitha e nëmë. Sot, roli nëmë së është i brigadu, që është një bashkohore moderne, sepse nëmë duke me vrapu për karierë, për venin e punës, me fitu para, pastaj ishën familje, është i përkujtërës dy, edhe shumë pak mërët me mitë, sidomos me fëmijë, këto e vrejnë është të vogjen shumë e modhe, për shkak të karierës, dalin të për të nona, kush e nona? Nona, ke shtëpia. Për nona, dhe të një grupë të këtë rënë përshim, për e ta i ta punë, më të mahe të përshim, se një rolin e nësë, se nona të të gjithë rolin e për i fa, që të tjera, se ditë një ka e shkoda, një tjera, sepse miru prej nënës, normalisht edhe prej babës, po prej nënës e ka genetikë. I ka këtë strukturën që e ka morë prej banë për posë, në qyrë të devizit, të rejtje, moshë, dikur. Aty i ka morë të shkimi prej nënës. Edhe prej babës, në realitet tani, që të kësoj gjithë kur ka arë këtë botë, nëna duhet të kushtu të karierës, se punë të tjera vinat dhe një familje është si sekundarë. Për ka kohë me marë, ka kohë me u dëgjuhe, me dëgjuhe fëmijë problemet e tina, ka kohë me marë një latë, për shemë se do të nërë telefonat tonë dorë, dhe në familje kështë e shumë tonë telefonat mërë zë shkonë bërë, kër nërë të rejme mërë zë shështë e së nërë flasë pak në zveti, se së të flasë si krizë. Kjo është i bëgeshu dhe po. Ta dhe që është ekstremili është urtimi shpirtëror. Nëse familje, mirë, nuk i ka marrë atë të shpinë po, që është fazat e rritjes, pubertetit, agresivitetit, kundërshtimit, fazat tjera, familja e edukuar, familja që është vazhdimisht lutje, sa qëtë herë të edukuar dhe minimum në të fazën e rritjes kurar duhet me vendosë në fatin e dytë, me marë fatin e vendorë, me ditë përgjësi, që ka përgjësi spari për vetër, pas të për familje, dhe thonë një pitë të po të ashtë një torë shka lëtë fëtbalët, në mesadik, për e për një histori, kështë më lëtë për mesadik edhe, ta lëtë bërë, se kështë nevoj, lëtë për të tarë dhe një godë, unë e tashë, ose lëtë më në godërisë, dhe ka nga ozë të bëjkojë, nëse ki me jenë që në që lëtë fëtbalë, që e këtë djallë të nërë për godë, a këtë godë e shkova tjetë. Ku, ka mu palu, në këtë ku mu palu, ka në dy shavë. Pa dhe në të të dush për një fëtbol, sot ishtë për fëtbol. Të më në që sa, da e bërë të fëmijë, alo të kuptim, a e të kuptim. Se këtë këtë përqit që e da të tjerë. Tani për të ardhë të reflektistimi, përcaktimi për Zotin, specialitet fizikisht, duhet se cili fëmijë, ose se cili familje të me trejtorë, rritër shpirtore graduale, takimi me Zotin, bekimi, sërë për shumë, se i bekor,
shembull shumë ka bëjë për shkak me që ne bekojmë ato fëmijë me ose në bëjë shumë. Po e të rash moshte. Ata e vetë linionin aty pas këtë shëmia, por ne shumë më mirë të lezikën dësni. Ti edhe të tjera të bërë për përfisi, i kështë të sot ljopa. Tha, shkjo dyta drejta dhe në ka të sot, ashtë ka më të sot edhe tjeta, për ka vrejshë, pse, ashtë po t'i pojtru, që i ka me dirë me morë, se ke drua tina. Edhe të të si nuk ka tru mo, ashtë të të për e tisë. Ka një shka, na duhet asilin bekimi, të fëmi, të atarë të familjës, të fësit e ta, për shumë, se kesa ka të poshtë, që të tive bota e bushën e me movrejti, me gjilëzi, nëse duhet për shumë ne, si ma të rektorë, mos ta kultivojnë akazemitetin. I vëtë më të më një kakësën për shumë. Një kolegë për punë se ka bërë, dhe të ashtë të punë steme të shkolla e nëzikë, dhe i grohë, një 20 nërë ka shorë. Kërtë një. Rejtë Vanessa ta kërë në në kretat, se në po ma që të po që, edhe pak zumë është, që dhe ma thonë, tu, rejtë e kulturë, nëse duhet të një bëjtë një, shërë. Unë e të unë e tjetër e kërë zotit. Ta bëjtë. Bëhët praktike për veshme dhe ti. Për në morë dhe kjetë në duhet me shprejt dhe me cilë dhe ti. Unë e kërë një Palestine, krejtë përshi, ka në i bëjë dhe kështë të dyre, unë në bade këtë. Kojnë zotë, se ta e të në të. Në që të e në të shrakojnë të këtjerë, këse grama të të përgjeti. O shpirti dhute se zinë, i dhe të shtakinu ta kru. Parajsa të rata njerë të di. Dhe më të këtë e kikë, ka më shku të fëmija, ka më shku të rejti, kish, ka shkojmë në këtë që djesë që dhe kojnë, kështë që më përë të si të. Mendoj që kjo puna e bekimit është një për metoda, asë ne që të myrave, shumë mira për me u fokusu të zotin. Edhe rrënë korresponit elektronik gjutin dhe ma herë, po Jakubis ne përdojë ma shumë. Isha kështa porosi, gjithë. Ne beku qytetë. Te ishtë, a dhe dhasë të gjërë. Mos të grejtë me nëgjesë në telefon dhe u qanë. Gjutë dhe në telefon. Një, dyta. Ta praktikojnë myrën e dhe prejti, familje. Jenë bashkërë të nërvozë. Po këtë e falë përse i ka dhe nështë të nërvozë për dhe me një, ose bashkërë. Dalje t'i bajes. Kjo nga bërë, mu ka bërë shprinjë, besoni, i shprinjë shtë palire. Po, gaz, bekimi tjetë, gaz e ka rejë ka bërë. Ka sena, ose kish, mesi një njëzve. Vetëm kështu një më ta bërshme bërë. Vetëm kështu, që të e bërë. Ta vëjë, ose, bekoj e këtë një. Bekoj, që në një të bërë në të sekret, isha ullë në një për me, ka shpejnë të bërë se ta mëzore, ishte të lutë, ishte orë, në si bosh. A ishte të këllu në të mjë në vetë muslimat. Ta flisë e mërë kuranizu mu për kontra Allah. Kërë të kurajit e një pashka. A e të flisë e Allah, ta shumë e gjumë të ta. Ta shkajnë pasë, unë jam dhe ty se të pashka e ta smishë. Ka në bashkë zotit. E që ka përmenojnë trita, mendoj që mendimi ju është shumë rëndësi. Masi jo tema, tema është për ju, ka qenë. Ta keni ju një qëndrejt për shumë. Adelina foli shumë mirë. Për shembull, teknologjia mundet me kanë edhe sen mirë, edhe sen keq. Për shembull, në familje time nuk është kam folë fort në gjën mbi Krishtin. Për këto gjona, unë Krishtin në fakt jam interesua në bazë rrjeteve sociale që më ka dalë aty. Kështu që kisha thonë një zgjidhje për këto familje që nuk flitet fort, ku nuk interesohen ose ku nuk edukojnë fort fëmijën mbi religionin tonë, mbi ose që nuk janë të lutjes. Paktën me tentu disi përmes rrjeteve sociale për mja u kthyer një interes ose për në shkosh aty. Shumica e të rive që unë i njoh paktën, moshatar të mi, kur e kanë një jo problem, po si më thënë doj shputje shpirtërore, nuk e shohin Zotin si opcion sepse nuk e din që është opcion. Jo ka në ateizmit, po veç nuk ju vjen mend. Mund ka rënë mend për mes rrjeteve sociale, për shembull.
Veç thash, okej, po të ndoj, edhe pastaj e mosh. Këta disa, si me thonë, që folin në rrjeta sociale kanë bërë shumë të rinia sot. Shumë janë të i lavdu, sidomos ata që janë tepër kujdesshëm edhe janë pozitiv, nuk ka se këtë çka po folin nga këtu. Tegli është te ajo e mira. Nuk mundemi me ju afru Zotit nëse kemi gjykime, nëse kemi paragjykime, nëse kemi dyftyrsi, cila do forme, vogël, sa do një metër i sinceritetit tonë deri nga shkurt e Zotit. Por njëkohësisht, me qëtë iniciativë, me qëtë qasje, edhe ata tjerë që jënë në përkrit botës, po voli të someran si kusht gjezën kontribus, si e ma gjithmonë shambur në nëterit. Gjithmonë, ose si shetë tjerë, ose papa sot për shambur. Vesh me për cilë papa sot, e shetë që dhini ditë tanë 400 apeli ka vo deri tash vesh për pasë. Dhe më thonë, kemi të bëjmë me pozitivitet, kemi të bëjmë me të mirën, kemi të bëjmë me diçka që nuk jep kompromis në sene negative. Kjo është shumë e rëndësi. Por shko me rëndësi tjetër, jo me qenë që të në në shpesh smontana. Ka të rëdim, po dojmë nga pëpire, për sene në jam një kapë të një shkoj do, du është me besu, du është qaj për shpirtia me dalë, me thonë tjetër, a ki nevoj për me të një mu. Du një me konë që jo me një mu tjetër. Se kur të forconi ju shpirtnisht, ju atë e po një lider. Edhe ma ne jemi sigur që mundër i tjetër në një. Unë pasi në ambasadit, kur i shpindut edhe njerës të reagoj. Që në njerës të reagoj, mos kishtë të reagoj si kësha vësë. Kur i shpindut edhe nuk reagoj, mos si kësha vësë. Po reagoj. Së është me rëndësi efekti, edhe me rëndësi o sinceriteti. Ishta kësha të një dëshmi, në kohën, ashtë në pension, dhe më du me një projekt në të i vjetë ishtë në kasta, që të rëndë këshën për në gjemë si projekte shumë i matë. Më mjë dhe që i pak se unë ashtë të i ndije dhe se fjallë ore, si kosë zëtë ashtë për koqës, ka një të lita, për është të edhe të gjumlet notë, për jo për kjurë të eksternë, është një pa mëra që për të kretë me dalë pension. Vazhdimisht më nga këshën kështu, unë e qërtësha, po për qërtësha, ki fimi, ki bashkë shumë, që atë në kërë shumë i pamëra, shumë në kanë jo të edhe për qërtësha. Edhe, se arë për isha e për të kërshë zhjurën e ty. Pa orë, një pit, më do kësi e të provë, se të i thonë të e qërtu, dhe të mundë, që ka që dojtë, të i folë të kusha të me një të kom shumë agresiv, të bëzhe ku kush me ta të rëvalë. Jetë në zhjurë bashkë të vëllë në të qërë bashkë. Shëtë e bashkë, në e të përpare, se e kam një të në se kom qërë duksë, po e bajke, pashka mirës në, se ti dhe në kisha, me në furt të dronë aty, e di shka në aty. Pa ku jo nuk ma qita, njështë që të kasë një qenë, sa të bashkë një prokuror për të, edhe e nëzitën, për më vërë të kisha të shirë, me shumë më shpirë, më liru për pati. Ta shumë këtë jo, atë e sa është një mjera jo, edhe mas të jave në spital. Në tatë po vinë një zhokë, kjeri në telefon, po djetë, unë jam në parashku një sa. Nëse për me nëmë si këtë, ashtë përdohë të lukët, përdohë të isha të kohë, përdohë. Nuk e djohë, du se jetë asisot shetë. Ashtë da me të mire në kohë, që për ashtë, që për të mbekimin e djerësime. I ditë të dosa, për ka të hasin, që mund ditë njojë si të torë, ka të hasin zyre të pasurore në matë, që do të përbajtë në metër të me beku. Si e hapi djerën, ka pëzikur so për në matë, ndajtojë. Po aqë që të i zotit me kohë, jo, të jeshtë po me ty, ka të të zyre të, zyre të rajtë sa me i forë pak, të dhe për rumë të më të shko pak së okej, ta nesë në arme në beku, e të këtu marti të kisha, kjo dhe dhe në beku, për i të sërë, dhe insistoj, e mora, ujtë beku me veti, ka morë një kështu, i ka ljatë të tyrën këtë, a lakë dhe zyre të beku, edhe shku me një kalat vjetër, ka dalica, i shërpejt bazilika vjetër. Për 2 kilo këshin detë ka në paksus. Se ka mu filmuaj.
Multe tăbă fac soul ty, duși cu pregătite, mor pristi ca să tine, se poate uzat mult. Deci tine fac soul. Stișa soul, ca să vieta de altfel, pregătite la te pași te simile, la te. Și care și ăla face, stai că te se zile grău de taki. On barzaj, eventualnie inteligente spiritu świat. Amen, așa. Zašto ja ponovo paužem kapam za tebe, jednostavno. Zove. Sluša ne bi. I no tak se uz naše probleme. Prvo to, zov ti žena, rok je veta s njimi tekstu. Ti sve djecenski me tu fale ti kada. Čak, mi tu budeš musa, ti da voj koš. Ekstra barato. Окей. Аз една меко пак a putea de pauz bo a predăgea Eu la ești nu știu de. Aș vrea să rapă pe ce zi va trăpa un copil. Ce zi de pauză. Ata Răzvan? Că sucul de o parte de pauză. Unde e până pe viitor și joacă. Ok. La Berlina, repetițiilor. Mbron, agjadet, kam pas me të këtë ndryshe e fillu sot këtë pjesë të temës që kam unë, po më ka ndërlidh me diçka që unë më herët kam pas shumë probleme pajtu e vullnetin e Zotit. Agjadet pranë ata që duhet me u dorëzu vullnetit Zotit, po unë e kam kuptu me vonis. Nana jam është shumë besimtare, edhe unë kur jam pa në klasën e 9, kam vendru me shku në Amerikë me studiu. Dhe qëllimi jam ka me kry shkollën e mesme, fakultetin, me bo një pasaport amerikane, edhe më këthy vetëm atëherë kur e kam pasaportën amerikane. Krejt kohë një kam lutë Zotit veç me shku, ku që ma tepër. Mama jam është lutë u bërë vullneti Zotit. Dhe sa e nisha të thonë bërë vullneti Zotit, i thësha nëse unë u shkoj në Amerikë është vetëm fajrit. Kam shku në ambasadë, ma ka refuzu vizën, edhe kam fillu me kajt para personave që më kanë intervistu. Edhe kur kam shku në shpejt, me personin që jam kohën mas shumë të e frustrume, më kohën mama dhe i kam thonë shërëve që s'ki dit mu lutë, une sot më ka refuzu vizën edhe s'kam shku në Amerikë. Edhe për një kohë gjatë e kam pajsu mamën që s'kam shku në Amerikë vetëm për shkak që ajo s'ka dit me u lutë. Po shumë avone kam kuptu që u kam prime vullneti Zotit që unë s'më shku në Amerikë se ndoshta isha kon tek një person tjetër, ndërsa sot për shkak të lutjeve të mamës teme unë kam ndryshu në 360 shkollë. Ka qenë një periudhë e jetës teme kur unë nuk jam kanë shumë afër Zotit edhe jam një tepër mirë. Po pikërisht koha e pandemisë kur krejt njerëzit e kanë cilësu si kohë krize, si kohë që janë mbyllë, për mu kanë koha ma e bekume dhe kanë koha e këthimit e në kohë kjerë. Unë kam punu në atë kohë ministrit në mbrojtjes dhe kam punu qdo dhe, puna së më kam mundu, pagën e kam marë, kam pas kontakt me njerëzit. E vërtet është që kur kam dojë në grup nuk e kam pa kërpranë, kushte normale kam bërë 25-30 minuta me shku në punë, por pandemisë kam shku për 2-3 minuta, po kur gjësë më ka pegu. Po e vetë një mungesë u kënë mungesa për Zotin. Edhe kur nuk e haroj, kur i kam shkujt Don Fatmiri, që kam e voj marë në kishë dhe mu lutë. Edhe Don Fatmiri më thot që mendimin e Zotit shumë shpejt kam e kalu kjo periudhë, edhe keni më pas mësit se në kohën kur u mbyll kjo kisha, unë vetëm atëherë veqa prej punës, edhe s'kisha mundësi me mri në ardhë në kishë mu lutë. Po për fakt u lirum pak masat edhe kam marrë në kish, jam lutë edhe kam përjetu atë këtimin tem të branshëm dhe ka qenë një bisedë rrugës për letnic me Don Fatmirin që mund ka këthy plotësisht. Me njëherë pasaj kësaj periudhe, unë jam regjistru si katekiste se kam dashtë me mësu ma tepër për Zotin, kam dashtë me ditë ma shumë për fejnë prej atyre njohurive para praku që i kam pas, edhe që në shumë raste dhe i kam akuzu tjetë jeni tu e hukë kohën këtë në kish, jeni tu e hukë kohën këtë këtu lutë. E të njëjtin sanja kam thonë nënës temë se ajo kanë dëgju se e regu dhe Radio Marisë. Edhe para se me qenë Radio Maria Kosovës, ajo këtë ditën e ka kalu në shpet, do me ta në anti kemi pasë Radio Maria në zonin e Radio Marisë të shku, e ja bëjsha vesh për ngamin të një palidhje emisione. E sot, vetëm pikrisht për lutjeve të mamës teme që i ka bëme Radio Maria në dhe jam pjesë e Radio Marisë, edhe du me krejt shpirt edhe mundona me banë maksimum me në këtë ratë. I falenderoj shumë Agjendet, Agjengjane dhe Pufen e lirë që nga kam bënë mundësi të sot dhe me mbajti një temë për juve. Tema që nga ka caktu mua është të shojt vazhdim I veprës së Jezusit të ngjallër.
Ju kërkoj falje së shtjera parë, kështu që kam shënu ma shumë edhe më duhet me e lezu. Dërshojt, e dim se cili prej nash që është fest 50 ditë pas festës së madhe të ngjalljes së Krishtit. E përbëj një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës së kishës dhe të historisë së shërbimit. Në këtë festë madhe kremtojmë zbritjen e shpirtit shenjtë mbi apostujt dhe lindjen publike të kishës. Domethënë, me festën e Shojve është edhe ditëlindja e kishës. Por mbi të gjitha e kremtojmë edhe vazhdimin e veprës së Jezusit të ngjallur në këtë botë. Jezusi pasi vuajti, vdeq dhe u ngjall lavdishëm, nuk e la njerëzimin jetën. Ai premtoi se do ta dërgonte shpirtin shenjtë, i cili do të ishte pranë atij gjallë në kishë dhe në zemrat e besimtarëve. Prandaj, shojt janë një realitet që vazhdon edhe sot, sepse shpirti shenjtë vazhdon ta udhëheqë kishën, ta shimtrojë njeriu dhe ta bëjë Krishtin të pranishëm në botë. Jezusi vetë kishte folur shumë herë për ardhjen e shpirtit shenjtë. Në Ungjillin sipas Gjuanit ai thotë: "Edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që të jetë me ju për gjithmonë, shpirtin e së vërtetës." Është pjesë tek Gjuni Ungjilltar, kapitulli 14, rreshta 16 deri në 17. Këtu Jezusi e quan shpirtin shenjtë mbrojtës, sepse ai do të jetë ai që forcon, udhëheq dhe mbron kishën në çdo kohë. Apostujt ishin ende të dobët të frikësuar. Ata kishin parë mrekullitë e Jezusit, kishin dëgjuar për fjalët e tij dhe kishin qenë dëshmitarë të ngjalljes, por ende nuk e kishin forcën për ta çuar Ungjillin në botë. Vetëm ardhja e shpirtit shenjtë do t'i transformonte ata. Pas ngjalljes, Jezusi ka bërë një gjest shumë domethënës ndaj apostujve. Ungjilli thotë, si foli kështu, ku pati mbi ta dhe u tha: "Merr një shpirtin shenjtë." Është përsëri tek Gjuni, kapitulli 20, rreshti 22. Ky gjest na kujton krijimin e njeriut me librin e Zanatilës, kur hyi i fryu njeriut frymën e jetës. Tani Jezusi i ngjallur sjell krijimin e ri. Përmes shpirtit shenjtë fillon një jetë e re për kishën dhe për çdo besimtar. Kjo tregon se shojt janë vazhdimi i misterit të pashtë. Në pashtë, Krishti fiton mbi vdekjen, ndërsa në shojt ai shpërndon këtë figurë mbi apostujt dhe mbi të gjithë kishën. Libri i veprave të apostujve e përshkruan ardhjen e shpirtit shenjtë me figura shumë të fuqishme. Po e citoj, ne ja papritmas, ku ndjen një ushtim nga qielli si shëmbullim e erës së fortë dhe e mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjusi të ishin zjarri. Këto u ndonin nga një mbi secilin prej tyre, të gjithë u mbushën në shpirtin shenjtë. Tek veprat e apostujve, kapitulli 2, rreshta 2 deri në 4. Era në këtë rast simbolizon fuqinë e Zotit që lëviz zemrat dhe sjell jetë të re, gjë që e bën edhe me secilin prej nash. Zjarri simbolizon pastrimin, dritën dhe dashurinë hyjnore që ndes zemrat e besimtarëve. Gjuhët tregojnë se Ungjilli është për të gjithë popujt dhe se shpirti shenjtë krijon unitet mes njerëzve. Pas të shojve, apostujt ndryshojnë rëndësisht. Ata që më parë ishin të mbyllur nga frika, tani dalin me guxim për të predikuar Krishtin. Shëndeti i cili e kishte munguar Jezusin 3 herë, gjë që e bëjmë edhe na shpesh në jetën tonë që kam bëhun me mira herë, e shpall tani me forcë. Po këtë Jezus hyi e ngjalli, të gjithë ne e dëshmojmë këtë gjë. Tek veprat e apostujve, kapitulli 2, rreshti 32. Ky transformim nuk është vepër njerëzore, por është fryt i shpirtit shenjtë. Vetëm shpirti shenjtë mund ta kthejë toksin në forcë dhe frikën në guxim. Në këtë mënyrë shojt bëhen lindja publike e kishës. Kisha nuk vjen nga një organizim njerëzor, por nga veprimi i shpirtit shenjtë. Prandaj misioni i kishës vazhdon të jetë vepër e shpirtit. Papa Francesku ka thënë, shpirti shenjtë shpin kishën të dalë nga vetvetja për ta çuar Ungjillin në skojë të botës. Një kishë pa shpirtin shenjtë rrezikon të bëhet vetëm institucion njerëzor, ndërsa një kishë mbushur me shpirtin shenjtë bëhet shenjë e pranisë së Krishtit të ngjallur. Shpirti shenjtë vazhdon edhe sot veprën e Jezusit. Ai nuk sjell një mesazh tjetër, por e bën të gjallë Ungjillin në çdo kohë. Jezusi kishte thënë: "I shpirti shenjtë mbrojtës, të cilin do t'ua dërgoj Ati në emër tim, ai do t'ju përkujtojë gjithçka unë ju thash." Është tek Gjuni Ungjilltar, kapitulli 14, rreshti 26. Për këtë arsye, sa herë që kisha shpall fjalën e Zotit, premton sakramentet dhe jeton dashurinë ungjillore, aty vepron vetë shpirti shenjtë. Bota në të cilën ne sot jetojmë ka nevojë të madhe për shajt të reja. Shumë njerëz jetojnë në boshllëk shpirtëror, në mungesë shprehëse dhe në largim nga Zoti. Për këtë arsye kisha vazhdon të lutet, eja o shpirt shenjtë.
Vetëm shpirti i shenjtë mund ta ripërtrisë zemrën njerëzore dhe ta kthejë njeriu drejt Zotit. Ezekieli profet kishte paralajmëruar këtë ripërtrirje kur tha: Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju. Është tek Ezekieli kapitulli 36 versi 26. Ripërtrirja shpirtërore është transformimi i zemrës e jo vetëm ndryshim i jashtëm. Shën Pauli mëson se shpirti i shenjtë sjell fryte konkrete në jetën e të krishterëve. Kurse fryti i shpirtit është dashuria, reja, paqja, duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia dhe përkurëria. Është tek letra drejtuar Galatasëve, kapitulli 5, rishta 22 dhe 23. Këto fryte tregojnë se jetojmë me të vërtetë në praninë e shpirtit shenjtë. Nuk mjafton të flasim për Krishtin. Jeta jonë duhet të japë fryte të dukshme të dashurisë dhe të shenjtërisë. Tradita e kishës flet gjithashtu për 7 dhuratat e shpirtit shenjtë: kurtin, kuptimin, këshillën, forcën, dijen, përshpirtrinë dhe frikën e të mësoj. Këto dhurata e ndihmojnë besimtarin të jetojë sipas Ungjillit, dhe ta ndjejë Krishtin me besnikëri. Shpirti i shenjtë nuk na heq vështirësitë e jetës, por na jep forcën për t'i përballuar ato. Edhe soja e bekuar ka një vend të rëndësishëm në misterin e Shajve. Ajo ishte me apostujt në Qenakull duke u lutur dhe duke pritur ardhin e shpirtit shenjtë. Veprat e apostujve thonë: të gjithë këta ishin të përqendruar prore së bashku në urat me disa vllak, me Marinë, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Është tek Veprat e Apostujve kapitulli 4 versi 14. Maria është modeli i njeriu që lejon veten të udhëhiqet plotësisht nga shpirti i shenjtë. Papa Benedikti XVI ka thënë: Maria është modeli i kishës që lejon veten të transformohet nga shpirti i shenjtë. Në jetën tonë personale, secili prej nesh jemi të thirrur që në rëshaj të dalim nga qenakulli i frikës, indiferencës dhe rutinës shpirtore. Shpirti i shenjtë dëshiron të ndezë në zjarrin e dashurisë së Krishtit dhe të na bëjë dëshmitar të Ungjillit. Çdo i paksuar është tempulli i shpirtit shenjtë. Shën Pauli pyet: po ju, a nuk e dini se jeni tempulli i hyjit dhe se shpirti i hyjit banon në ju? Është tek letra e parë e Korintasëve, kapitulli 3 versi 16. Kjo do të thotë se jeta e krishterë nuk mund të jetohet vetëm me forcat njerëzore, por me hirin dhe fuqinë e shpirtit shenjtë. Rëshajt pra janë vazhdim i veprës së Jezusit të ngjallur. Jezusi nuk është figurë e së kaluarës, por është sot i gjallë që vazhdon të veprojë në kishën e tij. Përmes shpirtit shenjtë, ai na udhëheq drejt së vërtetës, na jep forcë në sprova, na bashkon në dashuri dhe na dërgon në mision. Kisha jeton pa shpirtit shenjtë dhe çdo besimtar është i thirrur të jetojë një rëshoj personale. Për këtë arsye, jeta e krishterë nuk mund të kuptohet pa pranimin dhe veprimin e shpirtit shenjtë. Ai është ai që e bën Krishtin të gjallë në zemrat tona, ai që e ndriçon mendjen e njeriu për ta kuptuar fjalën e Zotit dhe ai që e forcon zemrën për të jetuar sipas Ungjillit. Në botën e sotme ku shumë njerëz jetojnë larg Zotit dhe shpesh mbizotrojnë frika, pasiguria, individualizmi dhe mundësia e shpresës, Rëshajt bëhen një thirrje e fuqishme për ripërtrirje shpirtërore. Shpirti i shenjtë vazhdon të ripërtrijë kishën në çdo epokë, duke nxitur shenjtrinë, dashurinë dhe misionin. Ashtu si apostujt dolën nga qenakulli të transformuar te plot gëzim, edhe ne jemi të thirrur të dalim nga mbyllja jonë shpirtërore dhe të bëhemi dëshmitarë të Krishtit, në familje, në shoqëri, në punë dhe në çdo vend ku ne jemi dhe ku jetojmë. Kjo ripërtrirje nuk ndodh vetëm përmes përpjekjeve njerëzore, por përmes hirit të Zotit. Shpirti i shenjtë vepron veçanërisht nëpërmjet sakramenteve, lutjes dhe dëgjimit të fjalës së Zotit. Në paksim ne marrim jetën e re në Krishtin, në kresme u forcohemi me dhuratat e shpirtit shenjtë, ndërsa në Eukaristi ushqehemi me vetë Krishtin e gjallur. Për këtë arsye, sa më shumë që njeriu e hap zemrën e shpirtit shenjtë, aq më shumë ai transformohet nga brenda dhe bëhet shenjë të pranisë së Zotit në botë. Papa Gjon Pauli II theksonte se shpirti i shenjtë është protagonisti kryesor i misionit të kishës. Kjo do të thotë se ungjillëzimi është fryti i veprimit të shpirtit të shenjtë. Gjithashtu dhe Papa Francesku na kujtonte vazhdimisht se kisha duhet të jetë një kishë në dalje, një kishë që nuk mbyllet në vetvete, por që lejon veten të udhëheqet nga shpirti i shenjtë, të dëgjuar dashurinë e Krishtit tek të gjithë njerëzit. Prania e shpirtit shenjtë shihet në frytet që lindin në jetën e besimtarit. Frytet janë shenja konkrete të një zemre të transformuar nga Zoti.
Nëse një i krishteri jeton në urrejtje, përqarje apo egoizëm, kjo tregon se ai ende nuk e ka hapur plotësisht zemrën në shpirtin e shenjtë. Ndërsa ky ku vepron shpirti i shenjtë, lind jeta e re, lind paqja dhe lind dashuria që afron njeriu me Zotin dhe me të tjerët. Maria mbetet shembulli më i bukur i njeriu që jeton në bashkim të plotë me shpirtin e shenjtë. Ajo ishte e pranishme me apostujt në pritje të shojve, dhe me lutjen e saj shoqëroi lindjen e kishës. Ashtu si zoja e bekuar u hap plotësisht ndaj vullnetit të Zotit me lajmërim, edhe ne jemi të thirrur të themi po ndaj veprimit të shpirtit të shenjtë në jetën tonë. Dhe si përfundim mund themi se shojt nuk janë vetëm festë liturgjike, por një realitet që vazhdon të kishte në jetën e çdo besimtari. Jezusi i ngjallur vazhdon të veprojë përmes shpirtit të shenjtë duke u hequr kishën, duke e shenjtuar njeriu dhe duke e rikthyer botën. Çdo i krishter është i thirrur të jetojë një shaj personale, duke hapur zemrën hirit të Zotit dhe duke u bërë dëshmitar i dashurisë së Krishtit. Prandaj me gjithë zemër lutem me besim. Eja o shpirt shenjtë, mbush zemrat e besimtarëve të tu dhe ndez në ta zjarrin e dashurisë sate. Amen. Faleminderit. Bukur. Si vazhdimsi kisha propozuar me komunikom bashkërisht. Dhe që jeni në ta eja shpirti dashurisë, vini dëgju. Apo nga veç pak të fillim. Eja shpirti dashurisë, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja shpirti i paqes, të na i kujtosh fjalët që ai i tha për ne. O të dherasim shpirtin Krishtin, eja ti në zemrat tona, ndriçoj synetar, bëj që ta shohim mirësinë e hyrit ndaj nesh. Eja shpirti dashurisë, të na drejtosh në rrugën e Zotit. Eja shpirti i paqes, të na i kujtosh fjalët që ai i tha për ne. Aleluja. Pastaj ka mundu me lutje, mos debatet nëse keni pyetje, shënoni pyetje për nesër nëse keni diçka më tutje. A jeni dakord? Ti je shefi, si po dobro. Okej. Atëherë, të fillim në të relaxohet njërën e vetë. Të tentojmë që mos na ndikoj çfarë mendimi tjetër në lutje. Për me pas ma letë, mundeni me ju drejtu Krishtit. Nëse mundeni me fjallë, me zë, mundeni me ndeti. Për shka me rëndësi, drejt për drejt me drejtu Krishtit. Zot, shpirti shenjtë, pra drejt për drejt. Këtu janë, këtu jemi. Sot kemi ardhur në taku me ty. Lavdëni Zotit, mos fitoni me lavdë, që shretar pasa dhe koj njësë, po lavdëni dhe Zotit. Lavdoj ty, Krisht. Ti e dashuria që ma të plëcu jetën. Nësë muj me ta këthy, kur së muj me ta këthy atë shka ti ki bërë. Se më ki këthy, se më ki forë.
nuk i thonë se njeri duhet me përgjaty. Falenderojmë Zot. Bekojmë Zot. Unë Jezus falenderoj që jenë këto me ne dhe në jetën tonë. Falenderit që na ke mbledhur edhe sot në Krisht me udhëtu bashkë me ty. E në fëqinë është mirë të shkanë Jezus në përzër jetën time, përqenë time në uheqën tonë në Krisht. E të mush kënaqësi o Jezus, të lëvizjet dhe i teje. Çdo përmesim sa dhe i vogël për moshë udhëtimit, i varteti i mërshëm, falenderoj nga zemra që gjithçka ke bërë për mua, për secilin prej nesh, për kishën, dhe këto bekime Krisht, tani këto përcjellin, secilin për Krisht, me hirin ta, dhe të lutem e Krisht, përke çdo zemra, se s'mundet e më valë për atyre, pa dëririn tonë dhe Krisht. Dhe të falenderit që të gjithë që ndrojnë këto para teje, nga tjera o Krisht qërti. Jezus të falem ne për këtë ditën e dytë të seminarit. Ata që ka unë e drejt dëshmorë në fjalla dhe të vërët bunesa jote e jo dëshira tonë. Ti o Zot vepron të secilin njeri, se ti e donë secilin njeri. Ti e pranon secilin njeri. Ti e përkrah secilin njeri që ka ti dhe tonë juti. Falenderit o Zot për këtë pasuri të takimit që i ki bo sonte, ndjerë sonte, e të rrugë të reja, të cilat ti prihapër në zemrave të gjithë neve, edhe atyre që dhe të takohen ma unë të kur e vazhdimësi. Falenderit o Krisht për pjekurin që po krijohet në kishën tonë, për një muzikë më të mirë çdo ditë, për një gëzim të rinisë, për katekistat që çdo ditë po forcohen, për grupet e aktivizim të gjithë, bibliotekën, takimet e ndryshme. Zot, dëshirojme të falenderu si ti mund son me sene tjeshtë. Mendoj që njerëz shpesh lypin sene me kulina. Por unë të vëshoj një gëzimbe, si atë ditën e kulginit. Sa bukur sot ka qenë aranzhume, ose në një mesh thjesht më shtë. Unë e të shumë ty, o Zot. Tja e në Zotët, mësin që në thjeshtësi të shprehit në jetën tonë.
Në qenë se ne nuk mundemi mu lutë nëse nuk lutemi për gjithë njerëzit, për gjithë botën, për ata që kanë nevojë ma shumë. Nuk ka lutje efekt nëse ne i harrojmë ata nevojtarë. Kush është ai që është smutë, ai është nevojtar, që ka nevojë më shëru, ka nevojë për të krapën, ai që është i varfën, ai që më është të nuk ka asë vend për me fjetë, ai që ka vështirësi familje, cilë të kohët, na lutemi, se kjo lutje na afron me Zotin, me kjo lutje na pastron edhe neve. E na tregon se është diçka më e vlefshme, se sa që është pasuria, ose pushteti, ose fortë. Prandaj Zot po të lusë për gjithë ata që kanë nevojë, për gjithë ata o Zot, që të janë në ndërri vutën, por po të lusë Zot, që gjithmonë që të lusim, edhe për bashkëtin tonë, edhe për bëhesit tonë, për kishën tonë, në çdo ditë plus e të din për shëtrimin e kishës. E të lusë Zot, edhe për shtetin tonë, edhe për botën, edhe për shpikat e tyre të ditë. Faleminderit të Zot për këtë takim. Po ty që në qiell të shëndet, gloria jote, promessa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bugën tonë të përgjithshme, na jep sot, na i falin tona, si falin ne peccatorina, e mos na vërtetë në tundim, por na libero të keqes. Aleluja. Shtira. Shtira. Në përfundim të ditës së dytë të seminarit, falenderojmë edhe dëgjuesit edhe shiqësit e Radio Maris, që na kanë përcjellë gjatë kësaj vite. Lutemi për ju tërkohën edhe shpresoj se bashkërisht do të vazhdojmë edhe në takimet e reja.